plot probleme. E shkruara e tij te Hoxha është me plot probleme, kështu që shiko, mënyra se si është realizuar vrasja ka tërhequr shumë vëmendje. E para e qelluar me dyshohet që është qelluar me sniper natën. Tani ajo sa ish para shtëpisë, dhe aty ka ndriçim, nuk është se nuk ka ndriçim. Dhe kjo e ka ndihmuar qitësin, se nuk është kollaj të gjush natën me sniper. Nuk është një aq më tepër që ai ka një tek plumb. Ai mund të ketë realizuar dhe fakti që s'e ka dëgjuar njëri të shtënë, se nuk është dëgjuar e shtënë. Mase mund të jenë edhe 2 të shtëna dhe nëse dim kush, nëse janë 2 gëzhoja, siç tha Koli, por në aty jetën e ka marrë një tek plumb. Do thotë që qitësi ka patur mundësi shikimi vetëm nga ndriçimi i banesës. Dhe banesa ishin banesa madhe, që kishte ndriçim dhe kjo e ka ndihmuar autorin që ta kryej atentatin. Dhe kjo ka arritur dhe, si themon, dhe pistat e hetimit policisë. Fakti që është bërë një vrasje këtij lloji, sepse në fundit, në një situatë tjetër, me një motiv tjetër, ky nuk mbroi, siç ta Koli, mund të shkojë në një distancë fare të afërt dhe ta godisi. Fakti që është zgjedhur kjo lloj goditje, dhe kjo lloj mënyre eliminimi, dhe ka ngritur dyshime që kemi të bëjmë me një motiv i cili ka justifikuar të gjithë këto kostot të ngjarjes, sepse ka një ngjarje, çdo kosto ka pra çdo ngjarje ka një kostot vet. Dhe mbi koston pastaj fillon dhe analizon mbi organizatorët, mbi autorët, mbi motivet, pastaj që të çojnë tek ngjarja e Bërxullës. Sepse në fundi kjo është një vrasje që shkruhet në një zonë urbane, nuk kemi të bëjmë me një zonë rurale, nuk kemi të bëjmë me ngjarje në zonë urbane. Sigurisht që ky ka njohje atje në zonë, pra ky nuk ka patur ndonjëherë një grup të vetin, por është njëri që ka njohje me shumë grupe që kanë vepruar në atë zonë apo në rrethina të tjera të kryeqytetit. Pra është njëri që ka njohje, prandaj policia e ka proceduar kaq shumë herë. Është shumë i njohur nga policia. Por do të shohim, zakonisht në ngjarjet që nuk kanë ndonjë motiv të fortë, zbulohet shpejt ngjarje. Në ngjarje pastaj që kemi të bëjmë me motive të forta, sepse prandaj merret një qitës nga distanca, prandaj merret një qitës që nuk ka një konflikt të drejt për drejt me viktimën në mënyrë që ti të mos e identifikosh dot më njëherë se kush është autori, por është një ngjarje që në Tiranë, se Tirana nuk është se ka patur ngjarje me thënë drejtën. Pa që nga ngjarje Rina, se të mos mbaj mend në ngjarje të këtyre përmasë. Nuk ka pasur një ngjarje të tillë, dhe besoj kjo do të bëjë që edhe drejtoria e policisë dhe kryesisht policia kriminale të përqendrojë vëmendjen për ta zbuluar këtë ngjarje. Po thash unë mbetem me kësaj. Nëse ngjarja vërtet është për motive jo të forta, ka për të zbuluar. Nëse kemi të bëjmë një ngjarje që ka motive të forta, rasti tjetër i mos gaboj atij personit që punonte si postier te këto kriptomonedha. Ja, po. Aty është identifikuar autori, po nuk është bërë mundur të kapet. Pra, aty jemi në një situatë ngjarja në vetvete, si ngjarje është pothuajse e zbuluar. Por nuk është kapur autori. Dihet se kush është autori, dihet u gjet për fat. Provat janë shumëta. Ajo duket që është një ngjarje që po të thuash policia po thoshte e ka mbyllur përveç faktit që duhet ta arrestoj autorin e krimit. Kurse në rastin konkret, këtu do të varet dhe këtu do të kuptohet saktësisht me çfarë kemi të bëjmë dhe kush ka qenë interesuar për ta eliminuar personin në fjalë, për më tepër në një zonë, ajo është zonë që ka bëj trekëndçi fashë, që themi ne trekëndçi Bermudës. Është një zonë problematike, nuk është se edhe ky është një person, pra me një të kaluar problematike, por kjo nuk justifikon faktin që e vranë në këtë mënyrë. Ndërkohë në Shkodër është ekzekutuar Aleksandër Koçeku, 40 vjeç. Është qelluar me breshëri plumbash në një zonë malore të Shkodrës. Çfarë dinamike kemi në rastin e këtij atentati dhe motivet që mund të kërkuar në këtë ngjarje? Ajo është në një rrugë në Prekal. Është një rrugë atje ku është ekzekutuar, është një rrugë tërësisht rurale, jashtë çdo vëmendje. Ai sa është gjetur shumë kohë më vonë pasi është kryer vrasja. Mjeku ligjor nuk ka arritur dot të jap një përcaktim të saktë se sa kohë kishte përpara se të jetë lajmëruar policia, sa kohë kishte i ekzekutuar. Mendoj janë qelluar më shumë se 20 herë mbi automjetin e tij duke lënë të vdekur dhe askush nuk banon aty afër për të dëgjuar të shtënat dhe për të lajmëruar policinë për ngjarjen që kishte ndodhur. Shumë kohë më vonë pasi është kryer vrasja,
një automjet i cili kalon të rastësisht e ka gjetur viktimën, ka lajmëruar policinë dhe pastaj kanë filluar hetimet. Mendoj që kjo është nëse ngjarja e Vorës mendoj që do zbardhet shumë shpejt, kjo pastaj takon një tjetër sagës marrjes së gjakut, që nuk mund të arrish ta identifikosh se cili është autori, mund të kuptosh se nga vjen, kam dëgjuar edhe familjarët e viktimës të cilët kanë dalë edhe në deklarata publike duke u shprehur se shteti e di fare mirë se kush e kreu këtë vrasje, duke aluduar që janë një gjak dhe gjaku është marrë. Për publikun, viktima në Shkodër, vllai i tij ka kryer një vrasje disa vite më parë për shkak të një borxhi rreth 40.000 euro, ka ekzekutuar dikën në një borxh i cili me sa duket ka qenë për aktivitete kriminale kryesisht lëndë prodhim i lëndës narkotike. Vrasja ka ndodhur shumë kohë më vonë, vjen dhe kjo vrasje e cila mendohet që në pamje të parë, edhe motivi kryesor për cilin policia po heton, mbetet vrasje për shkak të gjakmarrjes. Por kjo nuk do të thotë që është absolutisht në këto lloj forme, sepse gjatë jetës së tij mund të ketë krijuar konflikte të tjera të cilat policia është duke i parë. Pra mendohet një rast gjakmarrje. Me rast gjakmarrje mendon në pamjet e parë, në hetimet e para, rasti i gjakmarrjes është duke u hetuar. Kjo është pista kryesore që po ndjek policia dhe prokuroria e Shkodrës, gjakmarrja për shkak se vllai i viktimës Artan Koçeku në 2017 ka vrarë shtetasin Angelin Shkambi, në atë kohë fol për një borxh 40.000 euro, ashtu siç e përmendi Koli, por dyshohet që ka qenë edhe një çështje nderi për shkak se viktima Shkambi kishte një raport me motrën e vëllezërve Koçeku dhe kjo gjë dyshohet që përfundoi në vrasjen e Angelin Shkambit. Këtu është fokusuar edhe puna hetimore, por unë mendoj që është nga ato ngjarje që është vështirë të zbardhet për gjetur prova, pavarësisht se policia dhe prokuroria kanë një pistë serioze dhe që po e ndjekin. Për shkak se atje është shumë e vështirë që të gjesh prova, nuk ke kamera sigurie, është një zonë malore, është një zonë që s'ka ndriçim, është një zonë që nuk ka dëshmitar. Ku punonte zotëria? Indjeri. Nuk është se kam informacion, por do të dilja edhe tek pista e tjetër që po ndjek prokuroria, por që nuk ka edhe shumë dhëna për këtë, që mund të jetë edhe pista e kanabisit për shkak se zona është thuajse çdo vit e mbjell me kanabis, por e thash që është një pistë e cila deri në këtë moment nuk është se ka prova të mjaftueshme.